Përshëndetje të nderuar shikues, po fillojmë me përmbledhjen e ngjarjeve që karakterizuan javën që lan pas në Xhakov. Kur vetëm edhe pak ditë na ndajnë nga certifikimi i rezultateve të zgjedhjeve të 7 qershorit, politologu Melazim Koci vlerëson se lëvizja vetëvendosje me votat e siguruara nga ky proces zgjedhor shumë lehtë e ka të bëjë qeverinë, por ngesje do të ketë në çështjen e presidentit. Brenda pak ditësh, Komisioni Qendror i Zgjedhjeve po planifikon të certifikojë edhe rezultatin e zgjedhjeve të 7 qershorit. Politologu Melazim Koci në një lidhje virtuale i ka pohuar mediumit ton se karakteristike këtyre zgjedhjeve ishte abstenimi i qytetarëve. Karakteristike e zgjedhjeve ka qenë abstenimi. 2/3 e atyre qytetarëve që kanë të drejtë vote nuk kanë dalur në vend votime dhe kjo është shumë brengose, shqetësuese. Filozofja dhe teoreticientja politike gjermano-amerikane Hannah Arendt ka studiuar raste të tilla dhe pohon që tjetërsimi një rast të tillë si ky ku 2/3 e qytetarëve nuk dalin në vendvotime e quan tjetërsim të popullatës nga klasa politike. Dhe në rast të tilla ajo pohon që popullata, pra pjesa që nuk ka votuar, nuk proteston, por përkundrazi kalon në një indiferentizëm dhe në abstenim, dhe ky është rast klasik. Ky është një rast klasik për një demokraci të re siç është kjo jona. Ky nuk është fenomen i mirë dhe duhet të brengoste klasën politike, sepse praktikisht 2/3 e votuesve nuk janë të përfaqësuar. Nuk e shohin asnjërin nga partitë që përfaqëson idetë, interesat e preokupimit të tyre. Tutje profesori Koci shtoi se vetëvendosje ka fituar votat e mjaftueshme për ta formuar qeverinë, por problemi qëndron te çështja e zgjedhjes së presidentit apo presidentës. Fituesi i zgjedhjeve është vetëvendosje, ka siguruar vota të mjaftueshme, unë besoj 62 bashkë me pakicat jo serbe, që të formojë me lehtësi qeverinë e ardhshme. Por problemi është diku tjetër. Përderisa formimin e qeverisë dhe konstituimin e parlamentit e shoh shumë të lehtë dhe të realizueshëm, zgjedhjen e presidentit e konsideroj shumë të vështirë dhe gati të pamundur. Dhe nuk përjashtoj mundësinë që Kosova sërish të bllokohet si në këta 17 muajt e fundit dhe nuk përjashtoj mundësinë që sërish të shkohet në zgjedhjen e tetor ose nëntor. E them këtë për 2-3 shkaqe. Një, vetëvendosja do të ketë shumë vështirë të gjejë partner për një marrëveshje rreth presidentit. Pse? Ky nuk ka numrat mjaftueshëm, edhe po të ketë gatishmëri për një gjë të tillë. Ndërkëtë që PDK dhe LDK tashmë kanë dhënë sinjale se janë të përçara, të ndara në dysh rreth kësaj çështje. Pra edhe nëse njëra prej tyre pajtohet të bëjë marrëveshje me vetëvendosjen rreth presidentit ose presidentes, nuk do t'i ketë numrat e mjaftueshëm për shkak të përçarjeve të brendshme që tashmë janë evidente. Kjo pasi politologu Koci vlerëson se vetëvendosje qeverinë mund ta bëjë me pjesëtarët e pakicave jo serbe. Rrjedhimisht konstituimin e parlamentit dhe formimin e qeverisë vetëvendosja mund të bëjë vetëm. E një tjetër faktor që do ta shoqëroj procesin e zgjedhjes së presidentit, sipas politologut Koci, është edhe çështja e gazit amerikan. Çështja e gazit të lëngshëm amerikan është një projekt shumë i madh, është një projekt shumë i rëndësishëm dhe duket që ka mospajtime. Nuk ka konsenzus deri në këto çaste ndërmjet vetëvendosjes dhe partive opozitare rreth kësaj çështje, derisa vetëvendosja është konfuze dhe nuk është deklaruar qartë. Opozita, gjitha forcat opozitare janë deklaruar për këtë projekt dhe kjo çështje gjithashtu mund të jetë një nga faktorët që ta pamundsojë një marrëveshje për zgjedhjen e presidentit ose presidentes. Profesori gjithashtu tha se ende ka vakum juridik nëse duhet të zgjidhet më parë qeveria apo presidenti, edhe pse vetëvendosja thotë se qeveria. E për shkak të këtij vakumi juridik, çështja mund të shkojë në gjykatën kushtetuese, që rrjedhimisht do të prodhonte një tjetër problematik,
pasi zonjës Albulena Haxhiu me 5 tetori skadon afati i ushtruesës së detyrës së presidentes. Në gjithë Republikën e Kosovës dje është mbajtur testi maturës shtetërore. Edhe në komunën e Gjakovës, maturantët u testuan në disa qendra testimi. Të gjithë maturantët kishin në dispozicion 150 minuta kohë për të përgjigjur në 100 kërkesa nga disa lëndë mësimore. Pa telefona, pa ndim, vetëm lapsi dhe dia, 908 maturantët e Gjakovës u mbyllën sot për 2 orë gjysmë për t'i nënshtruar testit të maturës. Në 7 shkolla të qytetit, procesi testimit filloi me kohë. Për mbarvajtjen e procesit flet koordinatorja testit të maturës për komunën e Gjakovës, Flutur Këpuska. Në komunën e Gjakovës, testi është organizohet dhe është bëhet në 7 qendra. Do thonë për këtij momenti gjithçka është në rregull. Do thonë në 7 qendra rregullat kanë qenë të njëjta. Do thonë spari telefonat i kanë dalun, lapsi më marr me veti, një laps thjesht, uji me veti, do thonë çdo gjë kanë qenë këto rregulla, kryesisht për nxënësa dhe normal të përgatitur. Pas 2 orë gjysmë heshtje, zhurma u zhvendos në Obor. Se si u duk testi, tregojnë vetë nxënësit. Testi maturës ka qenë goxha e lehtë për arsye që kena bërë para përgatitje, që kena marrë edhe orë shtesë në shkollat tona që kena pat. Ka pat edhe rregulla, kupimin e kukon i mundur, tash në klasën time ku jam konin aty, por gjithsej u koni lehtë. Testi maturës shkoi shumë mirë, procedurat shkuan shumë mirë, i paraqitëm letër njoftimat, i patëm disa letra për me verifiku sallat e këto sendet. Ne i vrejtje nuk bota, shkoj shumë rrjedhshëm, kesh i përgatitën e përfundova. Për test maturës jam përgatit pak me kallëzu drejtën, ama më dok më lehtë që kam menu, kom prit diçka më vështirë dhe gjithçka në klasë ka shkuar në rregull. Për maturantët e Gjakovës, sfida e vërtet fillon tani, pritja derisa pikët e testit të jenë në duart e tyre. Kjo javë është karakterizuar edhe me fillimin e muajit Muharrem dhe 10 ditët e agjërimit. Sheh Leonard Shehu thotë se përkushtimi i besimtarëve gjatë gjithë ditëve të Muharremit është shumë i madh, me qëllim që lutjet e gjithë secilit besimtar të zënë vend. Viti i ri, sipas kalendarit hijri, nis me muajin e parë, muajin Muharrem. Sot me 16 qershor, besimtarët e tarikateve fillojnë agjërimin në periudhën e matemit. E për këtë periudhë na tregoi Sheh Leonard Shehu. Këto 10 ditë janë përkushtim, ibadetet të shtuara, lëmor, sadaka për të varfrit, lexim Kuranit, pra në përgjithësi është një muaj që i përkushtohet edhe më shumë historisë dhe ndodhisë në luftën e Kerbelas, pra nipit të profetit. Nëse pyesim a është rasia kader, ne besimtar shpeshtojmë se gjithçka është përcaktimi i Allahut. Dhe pikërisht ditën e 10 të këtij muaji të shenjtë, ku edhe Hazreti Muhammed Mustafaja paqja dhe mëshira qoftë mbi te e inoi këtë ditë, dhe duke ditë se është edhe muaj ndalum edhe lufta dhe gjakderdhja, pikërisht ndodhi ajo më e keqja. Për fund, ai e kishte edhe një lutje. Dar Zote që këto ibadete të na pranohen te i Madhi Zot dhe bar njerëzimit, i cili është në anën e drejtësisë, të kenë bekimet nga Allahu dhe sakrifica e tyre të shpërblehet nga Allahu. Gjithë shqiptarëve kudo që janë dhe që në rrugën e tarikatit, rrugën e sufizmit dhe të gjithë besimtarëve të devotshëm qofshin këto lutje të pranuara nga i Madhi Zot. Periudha e matemit është një kohë zije dhe për kujtimin për dëshmorët e Kerbelas, ku agjërimi dhe vetëpërmbajtja shërbejnë si një udhëtim shpirtëror për të pastruar shpirtin dhe për të kujtuar sakrificën e Imam Hysejnit dhe familjes së tij. Kompleksi i dyqaneve në afërsi të shëtitorës të lumit Krena ka më shumë se 2 dekada që kanë ngelur në një gjendje as pak të mirë infrastrukturore. Në mungesë të neglizhencës kolektive, kjo zonë shpesh shndërrohet në strep për narkotikët. Ndërkohë mes potencialit dhe harresës, arkitekti Ida Elvejsa thotë se kjo hapësirë kërkon shpëtim urgjent, madje ka dhe një vizion të qartë se si mund të përmirësojnë atë. Hapësirë ku pamja ndryshon nga një hap në tjetrin, por jo për mirë. Pamje që më shumë ngjajnë me një zonë të braktisur, sesa me një zonë me potencial për zhvillim. Objekte të papërfunduara, ndërtesa të dëmtuara dhe mungesë investimesh janë tabloja që i pret qytetarit përgjatë kësaj pjese të lumit.
Zonë ku pamja flet vetë, por jo për zhvillim apo progres. Përkundrazi, këtu dominojnë gjurmët e neglizhencës, mbetërina të grumbulluara ndër vite, të mbetura si dëshmi e një historie që duket e harruar, si dhe copëza betoni të dëmtuara, të cilat mjafton një lëvizje fare vogël për të rrezikuar jetën e çdo qytetari që kalon pranë tyre. Edhe bimësia ka zënë vend në këto ndërtesa, si shenjë e degradimit të vazhdueshëm. Por ajo që bën më shqetësuese këtë zonë nuk është vetëm pamja. Sipas banorëve të zonës përreth, kjo hapësirë e braktisur është ndruar në stret të përdoruesve të substancave narkotike, duke e bërë zonë të shmangjes me çdo kusht, sidomos gjatë orëve të mbrëmjes. Megjithatë, është e dëmshme të shohësh se kjo zonë, me gjithë potencialin e saj, mund të ishte një nga hapësirat më të tërheqëse të qytetit. Arkitekti Idal Vesa sheh një vizion të qartë për transformimin e kësaj zone. Pikërisht kjo është një zonë e cila është e harruar prej kohësh, edhe mendoj që ka një potencial shumë të madh që të lidhet me lumin e qytetit, sepse Gjakova është një ndër vendet e veçanta që e ka lumin e vdekur, themi, domethënë nuk shumë pak e shijojmë, pikërisht për shkak se s'është trajtuar në kompozicion me qytetin e Gjakovës. Në këtë rast kjo kishte qenë një mundësi shumë e mirë nëse ishte revitalizuar kjo pjesë dhe njëkohësisht edhe pjesa e pazarit, e cila ishte dashur të lidhet bashkërisht me ta, që dyqanet e pjesës poshtme kishin pas mundësi të hapen, që më jap qasje kalumi dhe njëkohësisht kjo pjesë zhvillohet edhe besoj që i shndruar në një qendër të qytetit, e cila e lidh qytetin e vjetër me qytetin e ri. Mbetet të shihet nëse kjo zonë do të marrë vëmendjen e nevojshme për të transformuar në një ambient më dinjitas. Zero tolerancë do të ketë për të gjithë shoferët që shfrytëzojnë telefonin gjatë ngasjes. Kapiten Albin Saqia, duke folur për implementimin e planit operativ për mos përdorimin e telefonit gjatë ngasjes, vuri theksin edhe të gjobat e shkelcëve të ligjit, të cilat sipas tij janë të larta madje deri në konfiskim të patent shoferit. Njësia rajonale trafikut rrugor në Gjakov ka intensifikuar kontrollet në komunikacion për të parandaluar përdorimin e telefonit mobil gjatë ngasjes. Përveç planeve operative të parapara me planin vjetor të punës, policia po zbaton edhe plan shtesë, varësisht nga situata në teren. Sipas komandantit të trafikut rrugor në DRP Gjakov, kapiten Albin Saqia, përdorimi i telefonit gjatë drejtimit të automjetit vazhdon të mbetet një nga shkeljet më të shpeshta. Njësia rajonale e trafikut rrugor në Gjakov, përveç planeve operative të implementuara në bazë të planit vjetor të punës, implementon edhe plane shtesë varësisht prej situatës që zhvillohet në teren. Këto ditë është implementuar plani përdorimi i telefonit, duke marrë parasysh se kem pas një gjendje jo të mirë të kundërvajtësve në trafikun rrugor, ku një numër i konsiderueshëm i drejtuesve të mjeteve e përdorin telefonin, dhe përveç përdorimit të telefonit atëherë është rreziku edhe për aksidente të ndryshme të cilat kem pas edhe raste që kanë përfunduar edhe me pasoja fatale. Policia rikujton se për shkelësit që kapen duke përdorur telefonin gjatë vozitjes, parashin masa të ashpra ndëshkuese. Nëse një kundërvajtës haset nga policia, domethënë dalet duke përdorur telefonin, herën e parë gjoba është 100 euro dhe hiqet një pikë negative, domethënë. Por nëse i njëjti kundërvajtës herën e dytë përdor telefonin, atëherë gjoba është 200 euro, janë 2 pikë negative dhe si masë mbrojtëse patent shoferi është 3 muaj që konfiskohet. Ndërsa nëse i njëjti kundërvajtës haset herën e tretë duke përdorur telefonin, atëherë gjoba është 500 euro, janë 3 pikë negative dhe 6 muaj patent shoferi si masë mbrojtëse. Sipas të dhënave të policisë, vetëm gjatë një periudhe të shkurtër kohore janë shqiptuar 306 gjoba për përdorim të telefonit gjatë ngasjes, ndërsa janë konfiskuar 44 patent shofer. Duke marrë parasysh se për një kohë shumë të shkurtër janë shqiptuar 306 gjoba, janë konfiskuar 44 patent shofer, andaj ne presim vetësim. Qëllimi i policisë është që të vetësohen, mos kemi aksidente, për që të mos kemi aksidente dhe viktima në rrugë, atëherë duhet një kontribut i përbashkët edhe i pjesëmarrësve në trafikun rrugor, edhe i policisë.
A i bëri thirrje për bashkëpunim dhe përgjegjësi më të madhe nga të gjithë drejtuesit e automjeteve për të garantuar siguri më të madhe në komunikacion. Aktivistja dhe ishte burgosura politike Mevlüde Saraçi është njëra nga gratë maltretuara në burgun e Lipjanit, e cila së fundmi bashkë me disa ishte burgosura tjera politike kanë dhënë dëshminë e tyre kundër gardianës, e cila ishte sjellur shumë keq me secilin të burgosur shqiptare. Saraçi, duke folur për dëshminë e saj, tha se gjykimi kundër gardianës Nadica Cepkenović është në fazën fillestare. Mbështes plotësisht fjalën e prokurorit të bazuar në të gjitha dëshmitë dhe të deklaratat tona si gra ishte burgosura të dëmtuara. Aktivistja Mevlüde Mezini Saraçi është njëra nga gratë maltretuara në burgun e Lipjanit, e cila së fundmi bashkë me disa ishte burgosura tjera politike kanë dhënë dëshminë e tyre kundër gardianës Nadica Cepkenović, e cila ishte sjellur shumë keq me secilën të burgosur shqiptare. Mezini Saraçi, duke folur për dëshminë e saj, tha se gjykimi kundër gardianës Cepkenović është në fazën fillestare. Gjykimi kundër gardianës Cepkenović është në fazën fillestare. Para 2 ditësh ishim në seancën e dytë, në të cilën u paraqit aktakuza në bazë të dëshmive të mbi 15 ishte burgosurave politike. Aty ishte një moment kur ne u desh të pajtohemi apo jo me aktakuzën, duke marrë parasysh se prokurori Adhe Gashi kishte marrë parasysh në mënyrë të përpikt të gjitha dëshmitë tona, ne si të dëmtuara dhe dëshmitarë u pajtuam, ndërka që ish-gardiania, policia kriminale nuk e pranoi aktakuzën normal si në seancën e parë dhe nuk do ta pranon dhe nuk shihej fare asnjë pendim edhe pse ishte me durat të lidhura përballë nesh. Mes tjerash, Mevlüde Mezini Saraçi tregoi se çfarë vendimi presin nga gjykata. Unë, duke u bazuar në aktakuzën dhe në dëshmitë e ishte burgosurave, besoj se ajo do ta merr një dënim të merituar, edhe pse rrethanat janë të tilla që shumica prej të arrestuarve po lirohen, por unë besoj se kësaj radhe nuk ka presion ndërkombëtar, gjykatat po punojnë me standarde ndërkombëtare, i kanë duart e lira, ligjet janë fuqi dhe merrni me mend edhe në këtë kohë ajo po gjykohet me ligjin e Republikës së Jugosllavisë, sepse në kohën kur i ka kryer krimet ndaj nesh, ka qenë në fuqi ai ligj. Ky proces gjyqësor shihet si një hapje rëndësishme drejt zbardhjes së vërtetës dhe vendosjes së drejtësisë për viktimat që kanë përjetuar tortura dhe maltretime gjatë periudhës së luftës. Gjatë muajve të vjeshtës të këtij viti, në Gjakov pritet të fillojë projekti për zgjerimin e rrjetit të ndriçimit publik në disa zona. Kështu ka bërë të ditur drejtori i shërbimeve publike Jon Bytyçi. Ai gjithashtu tha se aktualisht është duke u punuar edhe në sanimin e problemeve të rrjetit ekzistues, me qëllim që mirëmbajtja e tij të jetë sa më e mirë. Mungesa e ndriçimit publik në disa zonat e Gjakovës është rikthyer në shqetësim nga banorët, e që mediumi ynë ka raportuar disa herë. Rreth këtij shqetësimi u sqarua drejtori i shërbimeve publike të Gjakovës, Jon Bytyçi. Kryesisht tek pjesë të tjera kemi një plan, jemi në kontakt me qytetarët, jemi dalë edhe vetë në terren, kemi identifikuar gjitha problematikat që janë kësaj përket ndriçimit publik, edhe në momentin e parë që kemi kontratën për zgjerimin e rrjetit të ndriçimit publik, kemi filluar me punë. Ne si drejtori e parashikojmë që kemi filluar me punë gjatë vjeshtës së këtij viti, edhe kur fillojmë atëherë me atë kontratë, mendoj që kemi më arrit me kryer një pjesë goxha të madhe të gjithë territorit të komunës së Gjakovës me shtri komplet rrjetin e ndriçimit publik. Bytyçi tutje tha që rrjeti ekzistues i ndriçimit publik, edhe pse ka probleme, vazhdimisht po punohet në mirëmbajtjen e tij. Kur po flas për pjesën e rrjetit ekzistues, ne kemi një kontratë të mirëmbajtjes së ndriçimit publik, të cilën me anë të së cilës ne mundohemi që me qenë sa më afër kërkesave të qytetarëve dhe me realizu ato brenda periudhës sa më të shpejtë që është e mundshme. Rrjeti ekzistues i ndriçimit publik dhe shtrirja e tij në zonat që kanë mungesë është prioriteti i kësaj drejtorie, duke parashikuar që punimet e zgjerimit të tij të fillojnë brenda vitit aktual.
Disa fshatra të komunës së Gjakovës, fal një subvencionimi të Ministrisë së Ekonomisë, do të përmirësojnë furnizimin me ujë të pijes. Ministrja Artane Rizvanolli gjatë së ejtës i tha mediumit tonë se për rehabilitimin infrastrukturës ujore janë nda 300.000 euro, por gjithmonë duke synuar edhe subvencionime të tjera. Ministria e Ekonomisë ka ndarë 300.000 euro për përmirësimin e furnizimit me ujë për banorët të disa fshatrave të komunës së Gjakovës. Në një lidhje virtuale, Ministria e Ekonomisë Artane Rizvanolli tha se projekti i parë përfshin fshatrat Dol, Gërqin e Lipovec. Projekti i parë do ta përmirësoj furnizimin me ujë në fshatrat e Gërqinës, Dolit dhe të Lipovecit, të cilët gjatë verës kanë probleme me furnizim për shkak se nuk ka ujë të mjaftueshëm, mirë po gjithashtu Gërqina deri tani nuk ka pasur fare qasje në ujin e liçenit të Dugagjinit, por është furnizuar nga uji i Bjeshkës. Këtu me ndërtimin e rezervuarit të ri, mirë po edhe të rjetit në një pjesë ku nuk ka pasur rjet, do të thotë që këto fshatra tani do të kenë furnizim me ujë të pijes që është cilësor, i sigurt për pije dhe 24 orë pa ndërprerje, pa probleme edhe gjatë verës. Dhe ne gjatë vizitës së punimeve kemi takuar dhe disa banorë aty të cilët edhe konfirmuan që i kanë pasur deri më tani dhe ishin shumë të gëzuar që ky projekt po ndodh. Ndërsa në projektin e dytë, e para e Ekonomisë Rizvanolli tha se përfshin instalimin e ujësjellësit për rreth 3.000 banorë. Projekti tjetër ka të bëjë me instalimin e ujësjellësit në fshatrat Lugbunar ose Khile dhe Skivjan, që do të dyfishoj kapacitetin e furnizimit për këtë zonë me mbi 3.000 banorë. Përveç që rrit sigurinë e furnizimit me ujë të pijes, sepse krijon një unazë furnizimi, pra kur ndonjë zonë në hyrje të qytetit ka problem, do të ketë një zgjidhje alternative të furnizimit për zonën nga ana e kundërt e qytetit. Përveç këtyre fshatrave, ky investim, ky projekt i dytë, pra do të ketë ndikim edhe në Piskot e në disa pjesë të qytetit të Gjakovës përveç fshatrave që i përmenda më lart pra Lugbunarit ose Khilës edhe Skivjanit. Gjithashtu një rëndësi strategjike e këtij projekti është që është në afërsi me zonën e re ushtarake në Gjakovë që po ndërtohet dhe kjo mundson që të kyçet edhe zona e re ushtarake aty për furnizim me ujë. Ky investim pritet të ndikojë në rritjen e cilësisë së shërbimeve të ujësjellësit dhe në sigurimin e një furnizimi më të qëndrueshëm me ujë të pijes për banorët e zonave përfituese, ndërsa zbatimi i tij veç se ka filluar. Në fakt, zbatimi i projektit tashmë ka filluar. Ne para 2-3 javësh ishim në vizitë së bashku me KRU Gjakovën, rreth 50% e punëve tashmë janë përfunduar, duke qenë ka qenë një projekt për të cilin kemi ndarë mjete edhe vitin e kaluar dhe KRU Gjakova tashmë kishte kryer procedurat e prokurimit dhe kishte filluar zbatimin e projektit. Sipas Rizvanollit, Ministria e Ekonomisë në vazhdimsi do të punojë në përmirësimin e infrastrukturës së ujësjellësit. Të martën e javës së ardhshme do të përfundojë zyrtarisht viti shkollor 2025-2026 për nxënësit e nivelit parafillor dhe atyre deri në klasën e 8. Vazhdimi i mësimit edhe për 2 ditë shtesë u bë për shkak të një vendimi të drejtorisë komunale të arsimit për zëvendësimin e 2 ditëve të humbura gjatë fillimit të janarit. 2 ditët të humbura me datën 8 dhe 9 janar të vitit shkollor 2025-2026 do të zavendësohen me datat 22 dhe 23 qershor për të gjithë nxënësit e nivelit parafillor dhe atyre nga klasa e parë deri në të 8-ën në komunën e Gjakovës. Ky vendim është bërë publik dje nga Drejtoria Komunale e Arsimit në Gjakovë me qëllim që të plotësohen orët të humbura. Ndonse nxënësit ishin përgatitur që këtë vit shkollor ta përfundojnë të premten me 19 qershor. Nga DKA dhe menaxherët e shkollave është bërë thirrje që ky vendim të zbatohet dhe është kërkuar nga prindërit që të mundsojnë pjesëmarrjen e rregullt të nxënësve në procesin edukativo-arsimor.
Marrja e këtij vendimi nga Drejtoria Komunale e Arsimit është bërë bazuar në njoftimin publik të Ministrisë së Arsimit dhe Shkencës të datës 7 janar 2026, sipas së cilit ka shtyr pushimin dimror deri me 12 janar 2026 dhe ditët dhe orët të humbura në bazë të këtij njoftimi do të kompenzohen gjatë pjesës së dytë të vitit shkollor 2025-2026. Ndoqët përmbledhje me disa prej ngjarjeve që karakterizuan javën që lan pas në Gjakov, ndërkohë ju vazhdoni të qëndroni me programin ton. Mirëmbëngjes.